Atëherë, problemi i parë duhet ndajmë dy çështje. Duhet ulur çmimi i energjisë apo duhet rikë kështu siç është? Okej. Kjo është e para. Ka dy mënyra për të ulur çmimin e energjisë. Aktualisht qeveria që flasim, që jemi majoranca aktuale. Aktualisht nuk ka mundësi ta ulë çmimin e energjisë, por ka bërë një ulje mekanike për 1 lek për kilovator, e cila është e papërfillshme e pandjeshme për xhepin e shqiptarëve. Edhe ajo me një fashë caktuar. Jo, me një fashë caktuar deri në 700 kilovator. Pra, te kjo pjesë ato nuk mund ta ulin në çmimin e energjisë sepse vetë mindseti i tyre, vetë mënyra e të menduarit për tregun e energjisë në Shqipëri është pjesë mekanike. Domethënë dhuna praktikisht të çojë te Nëse mos harrojmë që janë arrestuar 36.000 veta për faturën e dritave. Ajo që neve kemi menduar, ne si Parti Demokratike, është të ndryshojmë modelin e tregut. Strukturën e tregut në tërësi. Komplet strukturën e tregut në tërësi. Unë shoh edhe një foto. Po, regjia e ka në këto çaste do e shohim, do e përcjellim. Kur ndryshon struktura e tregut bëhet, kjo që po flasim. Kjo strukturë tregu është strukturë e thjeshtë. E kuptueshme nga të gjithë. Okej. Pra nuk është një strukturë e të mërshme që kur e shef nuk e kupton, duhen teknicien të vështirë etj. Po ta shihni, ajo struktura aty ka që çdo njeri mund të bëhet prodhues energjetik. Pra, to fotovoltaikët që ne presupozohet të vendosen, duke qenë se Shqipëria ka minimalisht 300 ditë diell dhe rezatimi është shumë i lartë, sepse nuk më bafton të kesh diell, por më thon duhet të kesh dhe rezatim që të prodhosh energji elektrike. Kjo pjesë ti krijon ato që quhen prodhues virtual të energjisë elektrike, të cilat duke i mbledhur ti arrin të ulësh kostot e prodhimit të energjisë elektrike. Për njësi. Për njësi, kuptohet. Dhe ajo që ka thonë kryetari Berisha për 7 lek për kilovator është e realizueshme 100%. Nuk është një shifër e dalë kështu. Po kur thoni rindryshim të tregut, si ta kuptoj unë që nuk kam lidhje as me sektorin energjetik, as nuk e kuptoj, as nuk e njoh, po thjesht di që hyn shtëpi ndes dritat dhe ka korrent. Po, ka dy mënyra. O juve do keni vendosur ca sisteme fotovoltaikës, ku shteti ju ka subvencionuar. Pra pallati po themi. Pallati po themi, ka vënë disa sisteme fotovoltaikës, të cilat i injekton në rrjetin energjetik. Duke bërë bilancin në fund të ditës apo në fund të muajit, ti në fund fare nuk do paguash më, po themi 10.000 lekë të reja ose 100.000 lekë të vjetra në muaj, po do paguash 60.000 lekë, 62.000 lekë të vjetra apo 6.200 lekë të reja në muaj. Kjo është një mënyrë. Një opsion. Një opsion. Opsioni tjetër është që të mblidhen shumë prodhues të vegjël, po themi, që ato që quhen pro-user, pra ti edhe prodhues dhe përdorues, të cilët prapë mund të shesin në treg në kohë piku, në kohë normale, dhe duke bërë këto lloj kombinimesh, pra ti e ke tregun të hapur për çdo njeri, domethënë dhe unë dhe juve dhe çdo njeri tjetër mund të hyjë në treg dhe të shesë apo të blejë energji. Në këto momente ti impakti që ke ti si konsumator ke uljen e çmimit të energjisë elektrike. Pra, ajo që ne mendojmë është të lejmë tregun e lirë. Pra, deri një ide e djathtë, le të themi. Një ide e djathtë, pra, është tregu ai që vendos çmimin, duke pasur gjithmonë një fazë të mbrojtur. Pra, nuk do ketë një ndërhyrje nga ato që jemi mësuar, thjesht qeveria vendos të ulë çmimin e energjisë, edhe kaq. Ajo nuk është, ajo është ulje mekanike. Pra, ti e ul çmimin, ke një subvencionim dhe ti në fund fare lekët i merr nga diku tjetër. Pra, siç është aktualisht është që është një grup i madh dhe ka një prodhues shumice që i merr nga keshi dhe ka fut nga një xhep. Nga një xhep i djathtë i kalon te xhepi i majt. Dhe në fund fare unë nuk kam informacion. Por realisht si është? Aty ke xhepi i majt humi lekët zakonisht. Nuk e kemi këtë informacion se si realisht është tregu. Pra, po do shihni para 2005-s, penetrimi i internetit ka qenë jashtëzakonisht shumë i vogël. Për të pasur një internet shtëpi kishte kosto rreth 100.000 lekë vjetra. Po. Tash e ke. Nëse po të 1 milion lekë numri i telefonit atëherë. Pra, në çastin që ti e hap tregun, në këtë moment fillon dhe ulet çmimi. Pra, ti e hap tregun deri te pjesa trefazore, që mos ty shumë teknike, dhe pjesën e low voltage apo tensionit ulur që ne i themi, që janë konsumatorët vetjake, familjarë etj, që ke një fazë të mbrojtur, mund t'i lësh me çmime të rregulluara. Por nuk mund ta kesh gjithkohë çmime të rregulluara, sepse impakti që ke ti është gjithmonë shteti, është komandanti. Le tregut hapur. Të shes, domethënë ta bësh pjesëtar të tregut edhe njeriu dhe familjarin e thjeshtë. Dakor. Tani qëndrojmë pak tek